Ne u habitem nga ai kali që la bajga në mes të studios, por e kaluara e Florit të habitet edhe më shumë. Shikoj pak të. È una coppia di albanesi che da tempo esercitava una sorta di prelazione sul marciapiede. Si tratta di Fabiana Oxa, 21 anni, immigrata ed irregolare, e Florian Prini, 23, regolare in Italia e con precedenti per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Kur dikush me një të kaluar kaq të rëndë shfaqet në ekranet tona, pyetja e parë që na vjen është pse? Unë nuk e di çka ka ndodhur me Florin në fakt pas burgut dhe as procesin e tij të pendimit, por ajo që shohim është se si në ekranet tona shpesh mëkati kthehet në spektakël. Shqetësimi im real në fakt nuk është personi, por mesazhi që transmetojmë në ekran. Mendo pak për ato traumën e atyre që kanë qenë viktimat e abuzimit dhe e shohin këtë imazh ndark. Në librin e Mateut thuhet si një pemë njit nga fruti i saj. Dhe pyetja ime nuk është për frutin e Florit në fakt, por për frutin që prodhon ky lloj formati televiziv. Çfarë mesazhi po transmetohet? Nuk është puna të bëjmë gjykatësin për jetën e dikujt tjetër në fakt, por a nuk kemi drejt kërkojmë që modelet që na hyjnë në shtëpi të përfaqësojnë diçka më shumë se sa thjesht skandalin e rrallës? Më shkruaj më poshtë. Zoti bekoft.